për të gjithë dhe të mundimshme apo shumë të mundimshme qoftë për të gjithë ato familje që kanë përjetuar praninë e ujit në shtëpi, qoftë për të gjithë ata shërbëtorë të shtetit që kanë qëndruar ditë e natë në krye të detyrës për përballimin e kësaj emergjence natyrore. Të gjithë i ka lodhur ky shi i gjatë dhe i ftohtë i madh, ku nga thjesht pamjet e rrugëve të përmbytura, shtëpive të dëmtuara apo punëve të ndërprera, tek vështirësia e rritur e qarkullimit apo dhe deri pastaj tek dëmtimet e pronës dhe humbjet e gjysgjallë, krijohet stres, krijohet frustrim dhe në disa raste edhe zëmrim. E di që fjala durim mund t'i tingëllojë shumë kujt si një cingërisje e tepërt veshësh, por durimi është i domosdoshëm në kushtet kur për më tepër çka po përjetojmë nuk është thjesht mod i keq. Shiu nuk ndalet me shpifje, si ato që nuk punojnë hidrovoret, lumejt nuk kthehen në shtrat me protesta, si ato që s'kan lidhje fare me arsyen pse përmbyten shtëpitë e ndërtuara në territore shumë vulnerabël. Red nuk shpërndahen me slogane, si ai slogani kronik i çdo gjendjeje atmosferike të rënduar të shpallet gjendje jashtëzakonshme. Këto janë reagime që ushqejnë nervozizëm, jo zgjidhje, ushqejnë ndarje, jo ndihmë, ushqejnë çorodi, jo siguri. Në një situatë si kjo, nuk kërkohen fajtor imagjinar, po ndihmohen njerëzit real. Njerëzit nuk kanë nevojë për më shumë britma, shpifje dhe teori konspiracioni, por për më shumë solidaritet, mbështetje dhe bashkim forcash. Kjo është një gjendje atmosferike e zgjatur dhe e rëndë, e cila nuk ka prekur thjesht Shqipërinë për ndonjë arsye që lidhet me vendin tonë, nga ato arsyet që zihen në 700 tenxheret politike mediatike të Mexhelisë shqiptare, por ka prekur një hartë të tërë. Nga Italia në Greqi, nga Malizia në Kosovë dhe deri lart në Serbi e Kroaci, nga Maqedonia e Veriut e deri në Turqi, ku i njëjti i ftohtë, i njëjti shi, e njëjta dëbor dhe të njëjtat përmbytje dhe bllokime kanë krijuar të njëjtën situatë të rënduar në tërësi për njerëzit. Një mas ajri e ftohtë nga veriu është përplasur me ajër të ngrohtë dhe të lagësht nga mesdheu dhe ka krijuar një vorbull atmosferike mbi Europën Juglindore, duke sjellë rreshje të vazhdueshme dhe temperatura shumë të ulta. Prandaj edhe lumenjtë rriten përsëri para se të bien, prandaj edhe toka mbetet e ngopur me ujë, prandaj edhe rreshtet e shiut të dëborës marrin një përmas krejt anormale. Ndryshimi klimatik nuk do të thotë vetëm vera më të nxehta, por do të thotë stinë të çrregullta, sisteme atmosferike më të ngadalta, e prandaj dhe më të papritura dhe më ekstrem dhe më këmbgulës në ekstremitetin e vet. Më shumë thatësira dhe më shumë zjarre, më shumë vorbull atmosferike, më shumë përmbytje, është tashmë kuadrati i ri i klimës ku jetojmë, e cila nuk është më klima ku ne jemi rritur. Por patjetër që kur ne vazhdojmë i hedhim plerat rrugëve, apo kur vazhdojmë i vëmë zjarrin pyjeve, pasojat e gjithë këtij ndryshimi klimatik rëndohen ende më shumë, siç u rënduan ende më shumë në Shkozet dhe jo vetëm prej prurjes maramëndse të plastikës së mbledhur rrugëve nga lumenjtë e dal nga shtrati që taposi kanalet e mëdhenj kullus. Aktualisht në të gjithë vendin janë ulur sasitë e rreshjeve të matura deri së fundmi, përjashtuar Durrësin ku janë regjistruar 41 mm shi. Një punonjës i bashkisë së Durrësit 54 vjeç është gjendur i mbytur pasi është raportuar i humbur një ditë më parë. Deri tani janë në rang vendi numëruar 1587 banesa me praninë e ujit, janë evakuuar 339 persona dhe 51 familje, po ashtu prania e ujit është konstatuar në 13.211 hektar tokë
bujqësore, ku një pjesë janë përmbytur, si kundër edhe disa qendra shëndetësore apo objekte arsimore. Sasia e rreshjeve ka qenë e jashtëzakonshme, deri në 300 mm, ose të ndryshe më shumë se sa sasia mesatare e rreshjeve që bien gjatë gjithë muajit. Pra, rreshjet 30 ditore mesatare të janarit kanë rënë për një periudhë 3-4 ditore. Një fenomen ky që, siç e thash dhe më lart, si rezultat i ndryshimit të klimës, po bëhet gjithnjë e më pak i papritur në mbar botën. Për shembull, në disa zona të ulësirës perëndimore, sasia e rreshjeve në këto 4-5 ditë ka qenë rreth 25% ose sa çereku i sasisë vjetore të tyre në mesatare. Si pasojë një rritje të tillë ngarkese mbi rrjedhën ujore në kanalet e ujërave të larta, kolektorët kryesor kullues, përrejnë malor dhe vetë lumenjt Drin, Bun, Mat, Droj, Ishëm, Erzen, Shkumbin, Devoll, Osum, Seman dhe Vjos, ka ardhur pasoja përmbytjeve pavarësisht infrastrukturës gjërësisht të ripërtrirë të mbrojtjes ujore si rezultat i investimeve të vazhdueshme të dekadës fundit. Aleatët politikë të shiut që shohin tek çdo tërbim i natyrës forcën që do të kompensojë impotencën e tyre kundër qeverisë, kanë llomotitur shumë për gjendjen e hidrovoreve, të cilët kanë qenë në funksion të plot pa pushim, duke evaduar sasirat konsiderueshme të ujit dhe duke parandaluar kështu pasoja shumë herë më të rënda nga rreshtit e këtyre ditëve. Deri tani, shkarkimet nga hidrocentrali i Vaudejës kanë qenë të kontrolluara dhe niveli i lumit Buna nuk ka arritur nivelin kritik tek kapërdresi i Shirgjit, duke shmangur në këtë mënyrë shkarkimin e ujit lumit Buna në Shirgj dhe përmbytjen masive të zonës në Shkodrës, si në kohërat kur qeverisnin aleatët e shiut dhe arson përmbytje rregullisht edhe pa nevojën e rreshjeve të mëdha të kësaj natyre. Shkodra ka qenë praktikisht qarku më i prekur nga rreshjet, me vlera shumë të larta në disa stacione, ku janë regjistruar shifra konstante mbi 200 mm në 24 orë. Duhet informojmë me këtë rast se përpara fillimit të sezonit me rreshje, drejtoritë e ujitjes dhe të kullimit kanë siguruar gatishmërinë e kanaleve kryesore, kulluese, të kanaleve të ujrave të larta, hidrovorëve dhe patjetër edhe të flotës prej 29 ekskavatorësh në drejtorinë qendrore. Gjithashtu është bërë inspektimi i sigurisë argjinaturave të lumenjve dhe digave të rezervuarëve. E gjithë kjo infrastrukturë ka funksionuar dhe përballuar sasitë e rreshjeve sipas niveleve të sigurisë së projektuar, përtej të cilave, siç është rasti i rreshjeve krejt anormale të këtyre ditëve, dalja e ujit nga rrjedha natyrale dhe përpasoj përmbytja për pika e zona më vulnerabël për arsye krejt objektive është e pashmangshme në cilin do vend jo të Shqipërisë, po të planetit. Duhet informojmë po ashtu se prej vitesh tani më, ne kemi një proces mirëmbajtjeje të infrastrukturës së kullimit, ku përveç remontit të plot të 27 hidrovoreve gjatë sezonit verës, largohen çdo vit rreth 2.5 milion metër kub lumra dhe mbetje nga kanalet kryesor kullues, në një gjatësi rreth 300 km. Vetëm vitin e shkuar kemi investuar vetëm për këtë infrastrukturë të kullimit afro 25 milion euro, ndërkohë që këtë vit vetëm nga bashkitë do të investohen 11 milion euro apo 8% më shumë se në vitin e shkuar. Po për të dhënë një ide më të plot të transformimit bërë në këtë drejtim, duhet të informojmë se investimet për afro 250 milion eurosh në dekadën e fundit kanë rindërtuar 536 kanale ujitse dhe kullimi që ishin faktikisht thuajse të stërpërgjysmuara në efikasitetin e tyre, kanë përforcuar masivisht argjinaturat që binin nga të katër anët
në furtunën më të parë, kanë futur në punë 12 lirovorë që kishin rreshtur spunuari prej vitesh, kanë rritur sigurinë e 44 digave më të kërcënuara, kanë shtuar ndjeshëm kapacitetet e flotës së eskavatorëve edhe në nivelin vendor. Po përtej këtyre investimeve, investimi ynë më i madh dhe më i suksesshëm ka qenë reformimi strukturor dhe transformimi i trutave tona të emergjencave, ushtrisë, policisë, energjisë, bujqësisë, nga trupa pa kokë, pa koordinim, pa bazë materiale dhe të veshur si s'ka më keq, në trupa që vijnë lëvizje automatikisht, jo kur fillon furtuna, po sapo leximi meteorologjik paremëron furtunën. Patjetër që ka akoma mësime për të nxjerrë dhe boshllëqe për të mbushur, por e vërteta është se nëse rreshtit e pazakonta të ditëve të fundit ranë dhe përmbytën njësoj vende në krejt rajonin tonë, Shqipëria nuk reagoi njësoj si dikur, kur edhe një shi i zakonshëm bënte ujë dynjan, sepse sot Shqipëria është krejt tjetër. Reagimi i shtetit është krejt tjetër dhe mbrojtja dhe garancitë për familjet e dëmtuara janë krejt tjetër. Unë erdhëm në qeveri në malin e borxheve që na lanë trashëgim aleatët e shiut, ishte edhe një pjesë e tërë borxhesh nga përmbytjet e zonës së Shkodrës. Ne i shlyem një ato borxhe dhe nuk kemi hyrë më në asnjë borxh të kësaj natyre me njerëzit, përkundrazi kemi përballuar me dinjitet njerëzor, shtetëror dhe politik, jo vetëm detyrimet nga përmbytjet, që edhe pse sfidat e klimës janë bërë më të mprehta, kanë qenë sidoqoftë shumë më pak, pikërisht sepse e kemi rritur ndjeshëm aftësinë mbrojtëse të infrastrukturës sonë, apo detyrimet nga zjarret, që janë një sfidë e rritur e viteve të fundit, por edhe detyrime maramëndse nga fatkeqësia të mosozotshme si pandemia apo tërmeti, duke dalë më të fortë se përpara fatkeqësive e më të ditur për të përballuar sfida të së nesërmes. Kështu që sot dua t'i siguroj edhe të dëmtuarit e kësaj here, se ne do të qëndrojmë me të njëjtin dinjitet njerëzor, shtetëror dhe politik, çdo detyrim ndaj tyre, qoftë për banesat, qoftë për gjën e gjallë. Në ndërkohë, dëshiroj të theksoj se puna intensive dhe mobilizimi i pandalur 24 orë në të gjithë teritorin ku është nevoja e të gjitha strukturave të shtetit, si dhe e bashkive, do të vazhdoje pa ndërprerje deri në kapërcimin e kësaj situate të rënduar meteorologjike. Dhe nga ana tjetër, dua t'u them të gjithë deputetëve të shumicës qeverisë të pranishëm në këtë mbledhje përmes Zoomit që të jenë të angazhuar edhe sot, edhe nesër, edhe pasi momenti i vështirë të jetë kapërcyer pranë njerëzve, me njerëzit dhe për njerëzit. Faleminderit dhe po kaloj fjalën tek ministrat që janë në vijën e parë të këtij angazhimi për shkak të detyrës tyre, të cilët do të bëjnë një pasqyrë të përmbledhur të situatës në momentin që flasim. Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë. Mëngjes të gjithëve. Situata sot paraqitet më e mirë në rang vendi, po e nis nga energjia, për sa i përket të gjithë menaxhimit, kanë qenë në terren më shumë se 1600 punonjës, të cilët kryesisht nga data 2 janar janë angazhuar në zonat më të prekura, që janë rajonet e Tiranës, Durrësit, Vlorës, Gjirokastrës dhe Elbasanit, në ndërkohë nga ana tjetër gjithashtu është menaxhuar dhe veriu, por për shkak të investimeve që kemi bërë në veri, zonat kanë qenë më të mbrojtura dhe më pak problematik. Duke pasur parasysh dhe ndryshimin e kushteve atmosferike dje në zonat malore, qofshin këto
të veriut apo të verilindjes, kemi pasur disa shkëputje në zonën e Kuksit apo zonën e Librazhdit, por që të gjitha janë kthyer në funksion në kohë rekord. OST-ja sot, operatori i sistemit transmetimit, relaton në raportin e orës 8 që të gjitha linjat janë funksionale, nuk kemi asnjë problematik për sa i përket transmetimit. Ndërkohë, për sa i përket tensionit të mesëm dhe tensionit të ulët, duhet kemi parasysh që gjatë ditës së djeshme që ka qenë edhe dita kulmore e problematikave për sa i përket kushteve atmosferike, kemi arritur një total të ndërprerjes për 38.731 abonent. Kaq kanë qenë defektet duke e krahasuar me totalin e të gjithë abonentëve që shkon deri në 1 milion. Ndërkohë që gjatë ditës së sotme është ulur numri, kemi vetëm 19.175 abonent në këto momente pranë raportin e orës 8 pa energji, të cilët ndahen në urban 4.786, në rural 10.030, ndërkohë që në rural i thellë 4.359 abonent. Synohet që në orët në vazhdim të gjitha këto të rikuperohen. Përsa i përket në stacioneve, janë të gjitha funksionale në rang vendi përveç 2 stacioneve të cilat kanë akoma prezencë të ndjeshme të ujit, do të thoja që është ai i Kafarajt dhe i Poçemit. Megjithatë, me rënien e nivelit të Vjosës, shpresojmë që shumë shpejt të dyja në stacionet, pasi të pastrohen dhe të krijohen gjithë kushtet e sigurisë, të vendosen në funksion. Përsa i përket kaskadës, kaskada ka pasur prurje të cilat mund t'i quajmë rekord, kemi arritur edhe 3.000 metër kub për sekond në liçenin e Fierzës, gjithashtu ka pasur prurje 2.500 metër për sekond në liçenin e Komanit. Kuota e liçenit të Fierzës, sipas raportimeve të orës 8, ka arritur në 289.77 metra, prurjet në këto momente kanë rënë, janë 1.500 metër kub për sekond, ndërkohë që punojnë, nuk kemi bën punë asnjë nga agregatët, duke ruajtur kështu nivelin. Përsa i përket Komanit, kuota ka arritur në 173.27 metra, prurjet në këto momente janë 950 deri në 500 metër kub për sekond, ndërkohë që kemi një agregat në punë, ndërkohë që në vallën e Dejës kuota ka arritur 74.94 metra, prurjet në këto momente janë nga 690 deri në 60 metër kub për sekond, kemi prurjet kontrolluara tashmë pa asnjë problematik për hapjen e portave, në ndërkohë janë në punë të 5 agregatët. Sigurisht, duke pasur parasysh edhe vazhdimsinë e kushteve atmosferike, si forcat e armatosura, ashtu edhe aviacionit civil, kanë njoftuar që do ketë rreshtje edhe gjatë ditës sotme, por janë rreshtje mesatare dhe me prurje të ulta. Nga ana tjetër ne presim që gjatë mesnatës sonte të ketë një agravim të rreshtjeve, por kuotat na lejojnë që të menaxhojmë gjithë situatën duke mos shkarkuar pra në mënyrë pa kontrolluar në fushë kodër. Përsa i përket akseve rrugore, akset rrugore janë të gjitha funksionale. I referojmë këtu akseve kombëtare, jemi në ndjeni gjithashtu që ka pasur problematika në akset rurale të cilat mirëmbahen kryesisht nga bashkit, ka pasur një angazhim për të ndihmuar edhe bashkit nga autoriteti rrugor shqiptar dhe nga të gjithë kontraktorët. Kryesisht ka pasur aluvione, ka pasur inerte të cilat kanë zbritur nga skarpatet e maleve, madje edhe rrugë që janë konsoliduara prej vitesh, siç është aksi nga Gjirokastra në Tepelen, në shkallën e Zez, së bashku me Mirelën kemi ndjekur gjithë situatën, kemi pasur aty rënje inertesh nga skarpatet, mbi skarpatet e kontrolluara të rrugëve, e përmendët dhe ju, fakti që kemi pasur shumë zjarre, fakti që ka mungesë bimësie në zonën e jugut e ka bërë shumë sfiduese situatën për mirëmbajtjen e rrugëve, megjithatë i gjithë territori është i aksesueshëm. Unë do përfitoja nga rasti për të bërë një thirrje, duke qenë se temperaturat janë ulur ndjeshëm 24 orët e fundit, kërkohet që të gjithë drejtuesit e automjeteve, të cilët aksesojnë zona ku ka prezencë ngritëse apo të bore, duhet përdorin gomat e dimrit ose zinxhirët sipas rastit dhe kërkesës.
Policia e shtetit ka qenë gjatë gjithë kohës në komunikim, autoriteti rrugor gjithashtu, dhe është shumë e domosdoshme pasi vërejmë që nuk ka një sensitivitet për sa i përket përdorimit të gomave të dimrit, sidomos në zonat ku ka prezencë të gricës, që është akoma dhe më e rrezikshme se nga bora. Përsa i përket aeroportit të Rinasit, aeroporti i Rinasit është totalisht funksional, vetëm gjatë datës 6 dhe 7 kemi pasur disa devijime të uljeve dhe ngritjeve nga Tirana dhe devijimet kanë ndodhur për shkak të shkarkimeve elektrike që kemi pasur gjatë dy ditëve për shkak të stuhis, ndërkohë që me rishjet e shiut situata është komplet e menaxhuar. Vonesat kanë qenë minimale, ndërkohë janë bërë lajmërimet her pas hershme për të gjithë udhëtarët për t'i mbajtur ata në një informacion dhe për të mos pritur gjatë. Përsa i përket portit Durrësit ka qenë funksional, nuk kemi pasur problematika dhe vonesa, ndërkohë që në ditën e sotme në ulësirën perëndimore presim rritje shpejtësisë së erës. Dje kemi pasur erë deri në 17 metra për sekond, ndërkohë që pritet që sot të arrijë mbas mesditës deri në 25 metra për sekond, çka do ta bëj të vështirë lundrimin. Kemi një parashikim që do të jetë do të përballemi me era nga 5 deri në 6 ballë në të gjithë zonën e Adriatikut, në të njëjtat ballë shkon dhe zona e Jonit, dhe duhet kemi parasysh që lartësia e valëve arrin nga 3 deri në 4.5 metra. Shumë faleminderit. Duke përcjell të gjithë respektin edhe mirënjohjen të gjithë punojësve të strukturave